Rreth 150 fëmijë të qerdhes 52 në kryeqytet, prej ditësh kalojnë orë të tëra pa pasur ngrohse, pasi mungon energjia elektrike. Me xhupa të veshur dhe të strukur pas njëri tjetrit, fëmijët presin që defekti ndodhur ditën e hënë në kabinën e qerdhes të rregullohet. Por edhe pse janë njoftuar, punonësit e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike edhe pas 3 ditësh nuk kanë rikthyer energjinë. Megjithse u ble një automat i ri nga ky institucion, defekti ende nuk ka marrë zgjidhje përfundimtare. Deri tani në këtë moment, që përveç ora 11 e ditës së tretë, nuk kanë ardhur për ta rregulluar. Automati është në pritje për të bërë lidhjen dhe ata s'po vinë. Disa nga prindrit të shqetësuar për këtë situatë kanë larguar fëmijët nga qerdhet, ndërsa për drejtoreshën kjo situatë është e papranueshme. Siç e shikoni, gjithë fëmijët me xhupa, prindrit të shqetësuar, shumica i kanë marrë, të tjerë telefonojnë, kemi nxjerr batanijet nga magazina për të hedhur 2 dhe 3. Dimri është, virozat janë sheshit, nuk duhet. Kjo nuk duhet të ndodhë me fëmijët. Duhet të marrin masa të gjithë, duhet të ishin gjithë në këmbë, edhe sikur dhe natën të punonin, vetëm fëmijët duhet të ishin lënë pa drita. Për edukatorët, kujdesin ndaj voglushve duhet të jetë më i madh, pasi virozat e stinës prekin më lehtë fëmijët në këtë situatë.